Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale 2026. Debat për një me është debati vetëm në vend i realizuar sipas standardeve të verifikimit të fakteve dhe mbi këto standarde do të jemi çdo natë me ju në RTV Dugagjen dhe Kallxhi.com prej orës 7 deri në fund të zgjedhjeve për të diskutuar programe zgjedhore për zhvillimin e Kosovës. Sonte kemi me diskutu për sigurinë publike dhe luftimin e krimit të organizuar. Raporte ndërkombëtare, si ai i Departamentit të Shteteve, tregojnë se Kosova është një vend tranzit për drogën, migrantët edhe parajs për shpërlarje të parave. Përkundër kësaj, për me esë në rrugë dhe me dalë natën Kosovë, ka raporte ndërkombëtare që e masin Kosovën si një prej vendeve më të sigurta në botë, por të dhëna tregojnë që mekanizmat e sigurisë publike, veçanërisht policia e Kosovës, janë të papajisura edhe ende sfidohen nga mungesa e integritetit për me hetu krimin e organizuar. Për të diskutu për luftimin e krimit edhe reformat në polici, studio kemi ftu Artana Brashin nga Lëvizja Vetëvendosje, Rashid Qalën nga PDK, Visar Xhanin nga LDK, edhe Dardan Krasniqin nga AK. Para se të fillojmë, t'ju shpjegoj shkurt rregullat e debatit. Përfaqësuesit e partive do të kenë mundësi ka 2 minuta të paraqesin platformën e tyre politike, ndërsa nga 30 sekonda është replika për njëri tjetrin. Ajo që është me rëndësi është që gjuha e urrejtjes është e patolerueshme në debat për një me, edhe nëse ka ofendime apo gjuhë urrejtje nga debati, do ta largojmë këtë pjesë prej transmetimit. Tema e parë po nisi me luftimin e krimit organizuar, po e nismi me këtë temë konstatimin se Kosova ende nuk arrin me adresu luftimin e krimit të organizuar edhe shpërlarjen e parave, cila është politika për 4 vite të ardhshme për secilën parti për me ndërtu kapacitetet e luftimit të këtyre problemeve, sidomos të shpërlarjes së parave. Prej juve, zotnia Brashi. Faleminderit shumë Jeta, është kënaqësi me qenë në këtë debat. Me qenë se tash po hym në zgjedhjet parakoshme, edhe që nuk pat shumë kohë dhe mundësi me bëj implementimin e programit, saqë më shtu diçka të re, rrjedhimisht vazhdojmë me pothuajse zotimet të cilat kanë qenë të 28 dhjetorit. Nga kriza në krizë, pa fajin tonë, jemi këtu ku jemi para qytetarëve duke i përsëritë, do thotë gjërat për të cilat jo që janë kështu të mërzitshme, janë të domosdoshme, por se pak si shpesh po vjen me na përsërit. Gjithsesi, çështja e sigurisë dhe sundimi i ligjit padyshim që mbetën prioritet qeverisë tonë. Mendoj që Lëvizja Vetëvendosje, si subjekt i cili ka fituar zgjedhjet disa herë radhazi, me një mbështetje pothuajse plebiscitare nga qytetarët e Kosovës, i ka kushtuar një rëndësi jashtëzakonisht madhe këtyre fushave. Dhe padyshim që arritja jonë në cilën ne edhe krenohemi, është veriu i Kosovës. Kosova ka pas fatin që ndoshta ndër vendet e vetme në rajon ta ketë një pjesë të territorit të saj, i cili ka qenë pothuajse në kontroll total të organizatave të jashtëligjshme, të organizatave kriminale, besa edhe organizatave që në vetvete kanë pasur veprimtari që mund të cilësohen si terroriste. Shtrirja e sovranitetit, rendit, ligjit andej, përmes forcës së ligjit, përmes policisë, ka krijuar një situatë në të cilën fatmirësisht është shty miti se ajo zonë më është jashtë kontrollit të shtetit. Dhe po ashtu është shty miti që mekanizmat e sigurisë në Kosovë nuk kanë kapacitete për mu ballafaqu me rreziqe të tilla. Rrjedhimisht kemi shpërndarje të, do thotë, shkapërderdhje të bandave andej, siç ka thënë edhe kryeministri, disa janë burg, disa në rati e disa janë vrarë. Kemi, do thotë, këtu i kam edhe numrat statistika të cilat e vërtetojnë në përpikmëri suksesin e mekanizmave të sigurisë atë të udhëhequra, do thotë, nga pushteti ynë. Koha, faleminderit, zoti Qalaj, koha juaj, 2 minuta. Po, Partia Demokratike e Kosovës e ka në fokus sigurinë në përgjithësi e posaçërisht duke në luftimit të krimit të organizuar, luftimin e korrupsionit dhe pasrimit parave. Dhe për këtë ne kemi një çështje këtej tjetër, meqense se ne tentojmë që policinë e Kosovës të avancojmë në tërë territorin e Republikës së Kosovës, sepse kur flasim për krim të organizuar, flasim për
Kosovën, jo për një pjesë të saj. Për këtë qëllim ne kemi bërë analizat tona dhe do të bëjmë një rikonstruktim të strukturës organizative të Policisë Kosovës, gjithmonë duke u bazuar në nevoja demografike dhe po ashtu edhe në shkallën e kriminalitetit, me qenë si këto e dy faktorët kryesorë në bazë të cilave duhet bëhet ndryshimi i strukturës organizative dhe normalisht që duhet të rrisim kapacitetet të Policinë e Kosovës po edhe në agjenci tjera për hetime financiare, për shkak se këtu Kosova qëllon më shumëti. Pra nuk kemi ekspert të mjaftueshëm të certifikuar për hetimin e krimeve financiare, të cilat pastaj përbojnë një hap kritik për luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe të pastrimit parave. Duhet të ndërtojmë programe të certifikimit me ndihmën e partnerëve të kuptohet, me dërgimin e zyrtarëve të policisë, të njësisë së financave e gjithë tjera në për shembull në Itali, në Garda de Financa në Amerikë, dhe po ashtu prunin e trajnerëve të rinj në Kosovë, të cilët pastaj të kenë mundësi që të trajnojnë sa më shumë. Dhe po ashtu duhet të rikonstruktojmë hetimet policore dhe trajtimin e rasteve të periferisë të lartë. Meqense se momentalisht Policia e Kosovës ka nevojë që të ndryshojë sistemi i hetimeve dhe këtë janë duke bërë një analizë të mirë fill me cilën besoj që shpejt do dalim në program të detajuar. Faleminderit. Visar, plani i LDK-s për luftimin e krimit organizuar. Jeta krimi organizuar në këtë vite kemi pa që ka qenë në raporte ndërkombëtare të cilat i kanë dhënë një njollë të zezë Kosovës. Prandaj ne si LDK edhe në planin 100 pikësh që pritet shumë shpejt ta publikojmë, do të kemi një vëmendje kryesore në luftimin e krimit organizuar dhe sidomos të pastrimit paras. Mos harrojmë që Kosova është një territor që duhet të ketë fokus në komplet territorin dhe jo vetëm nga një pjesë, sepse nga një pjesë nuk është duke zhvilluar kontrabanda. Kontrabanda zhvillohet edhe brenda Kosovës dhe në qendër Kosovës. Prandaj për LDK është shumë e rëndësishme pas program të rëndësishëm, duke filluar nga shkollat, duke filluar nga avancimi dhe programe të avancuara për të mbështetur edhe mekanizmat kryesorë siç është inteligjenca financiare, që faktikisht duhet trajnime të avancuara dhe duhet edhe bashkëpunim ndërsektorial, sepse vetëm inteligjenca financiare, pa bashkëpunim me prokurorin, pa bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe pa ndërtu një mirëmbesim, është e pamundshme pra të zhvillohet. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që të kemi një koordinim të plotë, të punojmë edhe në sistemin e etikës dhe integritetit të këtyre strukturave përgjegjëse për të luftuar këtë sektor dhe në këtë kuptim do ta marrim edhe rezultatin. Prandaj është me rëndësi që fillimisht kapacitetet që i kemi t'i rritim ato dhe madje në bazë të analizave nëse ka nevojë të krijohet edhe diçka e re, me qëllim që të kemi pra një Kosovë nuk është e mjaftueshëm vetëm me dalë me pi kafe dhe me qenë i sigurt, por duhet me qenë i sigurt edhe fëmijët tanë, edhe personat që merren me biznes dhe gjithçka tjetër. Shohim që shpesh herë falimentojnë edhe bizneset si pasojë e ndikimeve dhe grupeve të caktuara. Ka numër të madh unë pranoj që ka dhe dënuar, ka dhe të arrestuar, por nuk janë të mjaftueshëm për shkak që sektori financiar është jashtëzakonisht i prekur në Kosovë dhe duhet dekriminalizohet. Faleminderit, koha jote Dardan Krasniqi, plani juaj për luftimin e korrupsionit. Jeta faleminderit për mundësinë. Kam kënaqësi të jam për herë të parë në debat me ty. Vëmendja jam kështu edhe si aktivist politik, edhe si një qytetar i këtij vendi, mendoj se ashtu siç e dim gjithë ne, siguria është këgjë një kategori komplekse, mirë po asesi nuk rregullohet me këtë standard çfarë ka kriju politika. Politika dhe siguria janë dy koncepte të lidhura me njërin tjetër, se nëse balanci këtyre në dy nuk funksionon, siguria nuk më funksionon hiç. Ne që jemi sot në politikë, besoj që nuk kemi njerëzit më të mirë të kësaj shoqërie. Pjesa më e mirë e kësaj shoqërie janë ata polic që përkundër që s'kan uniforma janë instrumentalizuar në punën dhe aktivitetin e tyre, përkundër që nuk kanë kushtet e punës, vazhdojnë me na ofru siguri, vazhdojnë me ka institucioni më kredibil në këtë vend, edhe vazhdojnë me dash Kosovën. Kjo është shembulli më i mirë që ne duhet me marrë prej institucione, prej këtyre qytetarëve që jo vetëm fushën e sigurisë tregojnë për çdo ditë shëmbëlltyrën e tyre, po edhe pjesa tjetër e qytetarëve në këtë vend që ballafaqohet me lloj-lloj probleme e të cilat detyrimisht lidhen me sektorin e sigurisë. Pa zhvillim ekonomik,
Ne nëse nuk luftojmë varfërien, nuk kemi me arrit me bos siguri. Siguria jashtja nuk është, nuk mundet me ka parciale. Ja jemi të sigurt, ja nuk jemi. Pra janë shumë mekanizmat të cilët ne edhe si aliancë kemi vendosur 3 shtyllat kryesore: sigurien, energjetikën dhe zhvillimin ekonomik. Pra është një ndërlidhje, mirë po ajo çka unë du me qutë si mesazh është se politikanë tonë, kriminisi e vendit tem mos mi sfidu institucionet e sigurisë, kisha dashme po kriministin e vendit tem të ju përgjigj institucionet tona kur ato kërkojnë. Kisha pas dëshirë që kriminisi e vendit tem me pi kafe me kryetarin e një komunës edhe jo me kriju kësi situata ku i sfidojnë institucionet e sigurisë. Pra, kjo është një farmyre gjithë ajo që ne po mundohemi me dhonë. Faleminderit, koha për prezantim programeve ishte kjo. Kush ka dëshirë për replik? Nëse jo, po kaloj te tema e dytë, po Dardani po e kërkon replikën. Urna. Artani tha që jo për fajin e qeverijës jemi këtu ku jemi. Nuk e di këtë geografien politike që fare ne veprojme, këtë hapësirën geografike nuk ka instrument tjetër përveç politikës që rregullon këtë vend. Pra cilë është kuptimi i shtetit që 6 vite me gjithë këtë fuqi politike ti me pas prap kësi stagnime ku në asnjë mënyrë nuk i ke dhënë dorën e me ndihmën këto institucione. Kujtojmë tash raportin e fundit në kampin Enver Zymberi, kushtet e policëve çfarë. Domethënë nuk ka justifikim kjo, mendoj që qeveria Koha, Artan Masnej Rashid. Nuk kam çka t'i përgjigjem kësaj përpos faktit që buxheti i policisë Kosovës kur kemi marrë ne ka qenë 91 milion euro, kurse tash ka shkuar në 152 milion euro. Natyrisht mbetën sfidë, sidomos pjesa infrastrukturore, mirë po ne kemi edhe në program rritjen e buxhetit ku do të bëjmë investime në stacionet policore për t'u përgjigjur nevojave dhe kushteve elementare të policisë atje, të cilat padyshim që mungojnë disa, mirë po unë besoj që me një çështje shumë serioze dhe me një studim që tashmë është bërë, do të zgjidhet ky problem shumë shpejt. Infrastruktura është diçka që rregullohet, mjafton me pas vetëm buxhet. Unë e di që është bërë shumë zhurmë në këtë drejtim, por se çajo zhurmë. Koha. Me gjithë respektin që kam për kolegun, po flasim për krimin e organizuar në Kosovë. Dhe jo në 2-3 komuna. Dhe nuk është e vërtetë që bandat janë shkatruar më shumë se gjithkohon. Unë kam statistikat zyrtare të policisë Kosovës për vitin 2018. Dhe mund t'i lexojmë, mund t'i paraqitni edhe në ekranin tuaj raportet zyrtare të policisë, jo statistikat e mia, ku tregojnë që edhe në këtë fushë çalon shumë. Fatkeqësisht. Mirë po, momentalisht tash nuk po jap statistikat, sigurisht më vonë. Po çka dua të them? Qeverit kurdo që është ajo, duhet me kriju kushtet policisë Kosovës me buxhet, me mbështetje, nuk varet suksesi i policisë Kosovës në luftimin e krimit të organizuar se cila qeveri ose cili ministër po udhëheq. Koha. Visar. Po. E nisëm debatin për shpërlarjen e parave dhe dulum të veriu. Prandaj, unë në program me shumë vëmendje dëgjova përfaqësuesin nga lëvizjet e vendosje, por nuk pash diçka konkrete që na dha nga programi përveç retorikës politike që me provu me nda debati dhe me shku te veriu i Kosovës. Nëse është tema për veriun e Kosovës, kemi që flasim botë. Po ideja është që çka po flasim për u përmend rritja buxhetit të policisë Kosovës, po mos të harrojmë standardi, janë rrit edhe nevojat dhe janë rritë dhe çmimet dhe nuk është mac buxheti me realitetin. Nëse policia e Kosovës nuk ka çizme, nuk ka uniforma dhe ka probleme të tilla infrastrukturore, mos flasim më për pajisje moderne që duhet investuar më shumë. Artan? Pika të shkurta. Asu nuk dëgjova program këtu nga kolegët tonë, me gjithë respektin, me vëmendje i kushtova, dëgjova vetëm konstatim të gjendjes, dëgjova se si kishin mujt deri diku mu përmirësu, mirë po jo të një vizion konkret sa i përket fushës së sigurisë. Ne kemi statistikat, ne kemi shifrat, ne i kemi të arriturat tona të cilët i prezantojmë me krenari, prandaj nëse është ideja më fut në shifra statistika, pse jo i krahasojmë këtu edhe le ta mbahet mendje qytetari se çka është bërë për policinë e Kosovës më herët, edhe çka është bërë tash, edhe çka do të bëhet në të ardhmen. Mundem? Po. Kur flasim për krim të organizuar, duhet të flasim gjithsesi për energjinë, shitblerjen e energjisë, transmetimin e energjisë nëpër linjat energjetike. Kur flasim për krim të organizuar, do të flasim për rezerva shtetërore, meqense kemi një rrjet të njerëzve të cilat në mënyrë të organizuar kanë bërë krim këtë shtet dhe nuk po ndalen. Kur kemi për krim të organizuar, flasim për involvimin e njerëzve të qeverisë në shpronësime dhe avancimin e tyre në kandidatura për kryetar komune. Kur flasim për krim të organizuar, flasim prapë po them për fatkeqësisht se nuk i gëzojmë ti fakti, po flasim për involvimin e aparatit shtetëror në krim të organizuar kudo në Kosovë.
energjinë, rezerva shtetërore? Tashmë Kosova është në një treg të hapur të energjisë dhe se ata të cilët merren me tregtinë e energjisë veprojnë konform rregullave dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Nëse kjo është në vetvete krem, atëherë ne po shpikim vepra penale që nuk janë në kodin tonë. Por gjithsesi unë e kuptoj këtë gjuhën elektorale, politike që është bërë si akuzë, por se e vërteta qëndron këtë ndryshe. Janë shtuar nevojat e energjisë në Kosovë, është rrit shumë konsumi, natyrisht që ne duhet bëjmë zgjidhje alternative të tjera, po jemi akuzuar shpesh si vetëvendosje që kemi sabotu projekte, jetë edhe ty të kanë akuzuar këtu që kemi sabotu projekte në thojza të cilat kanë shtyr përpara të agenda green, gjithsesi unë mendoj që kjo agenda green është e zgjidhje. Dardan. Ta mendoj që unë du me konë shumë i kujdesshëm me gjuhën për shkak që këtë vendës kisha pas dëshirë me polarizu më shumë. Mirë po rritja buxhetit, vetë ne kemi tash pakon që përshfrytëzojmë kryeministin me nda për shkak të inflacionit. Këtë në rregull. Çdo arritje mua më gëzon që bëhet këtë vend. Mirë po, nëse më lejohet vish pak më gjatë me sharuni diçka. Përderisa ne kemi të ndër një burimor. Atë shumë. Edhe përderi sot, nëse i referohem një studimi këtë gjatë mirë të një autorit madh, si që është Roberto Saviano që ka thonë që mafia shqiptare dhe politika ka fillu me prostitucion, po vazhdon me droge, po përfundon në beton, tregon qartë se përderisa nuk nalën të nderët një burimor, që gjithë këto institucione në Kosovë e kanë normë 10% me nalë, e qaj 10%, nëse është 1 miliard, po të lutna me mirësi, për kërkojvish me sharu për opinionin. Sharu, përqindja është shumë e qartë, argumenti si 1 miliard, 100 milion në shpare të ndërmarisë. Rregullat e zgjedhjeve. Artan? Të ndërët një burimor. Pra po thëmë, çdo veprim që bëhet jashtë kornizës ligjore, jashtë procedurave të përcaktuara me ligj, është një veprim që duhet mund ndjek kushdo qoftë aty. Mirë po, edhe kjo çështja të nderit një burimor është e rregulluar. Edhe mos të harrojmë një gjë, në shumë diskutime që i kemi ne me kolegët, edhe deputet, edhe ministra, edhe ish-ministra, pa marrë parasysh se cilit subjekt politik i takojnë, kanë vërejtje jashtëzakonisht madhe për procedurën e prokurimit aktualisht që është në Kosovë. Procedurat e prokurimit, ligji për prokurim, jo çdo herë po e sjell më të mirën. Këtë e shohim në komuna, këtë e shohim në institucione qendrore, këtë e shohim edhe në policinë e Kosovës. Fakti se ti hapni tender po supozoj për çmizme. Do të thotë që ato kanë me torçizë të mira, po përkundrazi edhe cilësia është më. Absolutisht pajtohem që kemi problem me ligjin e prokurimit dhe me implementimin e ligjit të prokurimit nga mekanizmat të cilat janë të involvuar, po kjo nuk do të thotë që ne do të bëjmë krem apo vepra penale duke negociuar të nder një burimor me qindra e miliona të Kosovës. E kuptoj ndoshta nevojën e nënshkrimit të një tenderi një burimor me kek, për shkak se ekziston dikush tjetër. Po s'muj me kuptu të nder një burimor për vajtën e automobilave, s'muj me kuptu të nder një burimor për barit të stadiumeve të futbollit, nuk muj me kuptu të nder një burimor për pjesë të veturave e kështu me radhë. Pra, i ka defektet ligji prokurimit, OSHP-ja është katastrofale për shkak se vonohen shumë, mirë po kjo nuk do të thotë prapë që ne duhet të futemi në krem. Artan? Absolutisht futja në krem është e papranueshme dhe kushdo që e bën një veprim të tillë duhet me dhënë llogari para ligjit, pra po them pavarësisht se cilën llog apo subjekt politik, ne jemi për me mbrojtë standardet, ne jemi për me kriju standardet dhe jemi për mbajtja e saj. Mirë po ta kemi parasysh në rastet kur kemi të bëjmë me emergjenca, ashtu siç e kemi akuzuar ndonjëherë, në kushtet kur ishte kriza energjetike, në kushtet kur Kosova patë ngulfatje për rezultat për shkak të pasojave dhe ngjarjeve që kanë ndodhur në nivel global, ne jemi një ekonomi që varet prej importit dhe se jemi rrezikuar ndonjëherë me stabilitet, është dashur të bëjnë edhe veprime të tilla të cilat janë konform ligjeve në Kosovë. Dardan? Artan, jo me të sfidu, po a i bën thirrje kryeministit tem edhe tani që duhet me respektu institucionet e tona. Mirë përgjegjës thjesës prokuror. Kjo shembull më i mirë. E dyta, Artan mendoj që kjo amnistia me heq dorë prej përgjegjësisë nuk e ndërton vendin. Pra, futja veç bordet jeta tregojnë se çfarë mesazhi jep ti për me ndalu krimin organizuar. Bordën e AKP-s, bordet tash që omrun keqpërdrimi i buxhetit në kohë të fushatës. Pra, nuk janë standarde për cilat edhe unë si aktivist e vetëvendosjes bashkë martonin kemi rrugë. Faleminderit. Visari po do më fol? Urna. Isha nis te energjia 1 miliard euro, më shumë se 1 miliard euro djegje dhe pare të djegura poshtë total. Me ato 1 miliard euro kish vujt më ndërtu një terminal central i ri, por fatkeqësisht kompanit cilat merren me energji janë pasunu shumë dhe madje nuk kemi po asnjëherë ka pas 51%.
po s'kemi pas tash po ankohet për procedurat e prokurimit. A ka pas një iniciativë për t'i përmirësuar ato procedurat e prokurimit, apo i kanë konvenu procedurat e prokurimit si metodë për t'i favorizuar kompanitë dhe për të negociuar se kush çka po marrim? Artan? Pra po e thëmë, po mundohet më kriju një ide e gabuar këtu. Tregtimi i energjisë elektrike nuk është diçka që është ndaluar. Çdo shtet e bën këto. Kur shtohen nevojat, kërkesa, natyrisht edhe blen. Në rast se nuk ka kapacitet të produse në vendit caktuar, gjithmonë zgjidhen e ka tek blerja e energjisë, kuptohet me çmime të arsyeshme. Mirë po, marr parasysh konsumin që e kemi këtu, na duhet me ble dhe a duhet të shtojmë kapacitete të reja, padyshim që po, e kemi parkun solar tashmë që e kemi nisur një projekt 150 MW që është jashtëzakonisht i suksesshëm, po vjen keq që ka ngec për shkak të arsyeve të kompanisë në fjalë, konsorciumi që e ka fituar atje. Mirë po. Faleminderit, koha po duam ju përkujtuar që energjinë e kena me një debat tjetër, po duam të kthy debatin te krimi i organizuar. Urdhna. Tash pjesë krimit të organizuar po diskutojmë. Unë vetëm dëshiroj të them atë që Kosova ka nevojë për ende ligj. Dhe kur ka nevojë për ende ligj, duhet edhe të vepruar ashtu konform ligjeve. Dhe si lufton krimin e organizuar, apo korrupsionin, apo pastrimin e parave, kur përgjegjësit kryesor i drejtësisë. Duhet gjykata me lëshu urdhër arrest ministrit brendshëm, ministrit numër 1. Para po them ministrit brendshëm që nuk jo ka përgjigj vendimeve të gjykatës. Sa herë ministra e drejtësisë është thirrë në gjykatë nuk ka shku, ose nuk ka shku kolegu i tij, në mënyrë vetëm që rasti të parashkruar. Për çka është urdhër arresti? Për gaz lëtsjellës kuvent. S'ka lidhje, është ministri i drejtësisë, nuk prish punë për atë punë. Është ministri, është shembull, është do të më thënë pasqyrë. Dhe rasti pastaj bëhet parashkrimi absolut dhe dezinformohet opinioni se ajo ka dalë pa fajshme. Absolutisht jo, por rasti ju ka parashkruar. Ministri Sveçla është detyruar policia e Kosovës, okay, rregull. Që shiko, tash kjo çështja e zbatimit ligjit është temë në vetvete, mirë po, a le për të dëshiru, kur vjen puna aplikimi standardeve në drejtësi, padyshim që po. Na kem aktivistë lëvizje dëndosje që sapo janë dënu, edhe deputet, për shkak të një statusi në Facebook me një vit të Gjysmburg. Ndërkohë kemi pas raste sikurse të afera Pronto, afera Toka, skandale të përmasa të cilat ndoshta as në rajone më gjerë nuk kanë qenë, që janë shpallë të pafajshëm. Rreth kërkesave të paraqitjes në polici dhe në prokurori, fatkeqësisht kemi pas raste që prokuroria edhe gjyqësia janë instrumentalizuar për shkak të nevojave politike, sepse dim se si janë emëruar shumë prokurorë gjyqtar, por kjo është një temë që mund edhe me diskutuar me kënaqësi. Faleminderit shumë që thova janë shpallë të pafajshëm. Domthonë gjykatat e kanë marrë një vendim dhe i kanë shpallë të pafajshëm. Po nuk janë shpallë të pafajshëm, ministri i drejtësisë ju ka parashkruar lënda. Ka një dallim esencial, është dallim shumë i madh në fushën e drejtësisë. Dhe unë e kuptoj që nivele të vogla dënohen shumë njerëz. Po mos më ju përgjigj thirrjes së prokurorit, kryeministri. Dhe më ju kërcënu, më thon Gozaf Shajde. Mos më ju përgjigj thirrjes së gjyqtarit, ministrit brendshëm. Dhe anashkalimi i këtyre procedurave nga ministri i drejtësisë, çka kemi më fol për sundim dhe ligj. Sundim ligj, çka kemi më fol më? Kemi pas Urna, po. Po kemi pas raste, pra po them që janë instrumentalizuar prokurorë të caktuar, ne e dim se çfarë probleme ka prokuroria, e dim mënyrën se si janë emëruar ata, dhe se fatkeqësisht këto ftesa janë bërë edhe me agjendë politike për me kriju idenë e zbatimit ligjit ndaj kryeministit të Republikës së Kosovës. Kërkush nuk e ndalon një prokuror me shku me marrë një deklaratë edhe në zyrat e shtetit. Në fund të fundit nuk po del jashtë kufive të Kosovës. Janë objekte qeverisë Kosovës, mund të më shku me marrë një deklaratë, kryeministri është përgjigj, edhe ka raste kur është përgjigj, edhe unë jam përgjigj për ato të cilat më ka thirrë ndonjëherë prokuroria, policia si rezultat i aktivitetit tan politik. Mirë, po unë çka po të flas për zbatim të ligjit. Dardani po pret se sa prit. Që për vetë faktin është krimi organizuar, nuk funksionon pa kanë hall ka shtetit në krimin organizuar. Edhe bërim i krejt krimit organizuar është jo standardi politik që të ka kriju, edhe lëvizjeve të vendosur kur kanë pushtet e kemi rrugtu gjatë se do të paraqitemi edhe prokuror, do të me gjip ajo kryeministri. Burim i krimit organizuar është nepotizmi në institucionit cili për shkak që për zgjedhjeve nepotizmi nuk e lufton krimin organizuar, janë tenderët edhe përderisa politika nuk jep këtë shembull për me përgjigj thirrjes edhe me respektuar institucionin e sigurisë, atëherë besoj që edhe krimi organizuar nuk ka mujt me u luftu ndryshe. Kemi thonë dhe kryeministri ka thonë ligji mbi të gjithë. Qysh ligji mbi të gjithë nëse përjashtohet kryeministri. Edhe tash po japet një shembull negativ se qysh prokuroria do të më shku me intervistu dikan dhe më ju përgjigj në zyre dikujt, pse është i fortë dhe jo më ju përgjigj prokurorisë që me qenë gati në çdo moment për të përgjigjur. Prandaj për LDK-n edhe për një shembull të mirë duhet se cili të jetë i barabartë për ligjin, është kryeministër, president apo qytetari thjesht, të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Fatkeqësisht
është duke munduar, duke mbyllur kjo si kur prokuroria është e kapon, por mos të harrojmë, mungesa kapacitete të prokurorisë po i pështon shumë nga personat që janë të ndërlidhur me politikë, sidomos ata që po merren me tregti, energji dhe ata cilët janë direkt lidhur me pushtetin. Rashid? Në Parlamentin e Kosovës, Kryeministri i Kosovës shumë herë ju ka bërë thirrje polizëve hetues mos më shku te zyrtarëve të qeverisë. Duke akuzuar që prokuroria po ne çon hetues te cila është puna e tyre me shkundetja, është puna e tyre primare. Pastaj është krimi organizuar kur ti ja punson gruan, motrën, vllaun, polizëve të krimeve ekonomike edhe atyre që të hetojnë. Kjo është më shumë se krimi organizuar. Është një shenjë e cila tregon që krimi institucional vetëm është të marrë havë. Pra, është e pakuptimt që ministrat që hetohen me e thirr faq Dardanin me vetë kohë kit pa punësuar se po ta shtigrojnë punë. Kjo është krim shtetëror. Artan? Është mirë mu denoncu dhe mu përdor emrat këto raste sepse jam shumë kundërshtar me ditë kush është mirë, po shiko, flasim për mos përgjigje të ftesave të prokurorisë, por flasim për mos respektim të standardeve në raste kur ka pas për shembull anulim të task force kundër korrupsion nga vetë qeverisja e LDK-s për mua është pak e pakuptueshme. Ndoshta mbani mend kohën e qeverisë Hoti. Është shu task force në momentin kur ka vepruar ndaj zyrtarëve publik të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me arsyetimin se që kanë kundër kushtetues. Tash ose ka standard të zbatimit të respektimit ligjit ose nuk ka, domethënë. Prandaj për politizime mund të flasim, mirë po duhet me respektu ligjin. Zane, prit? Jo, ideja që nëse ka diçka jo kushtetuese dhe mos me ndërmarr veprime, prapë është krim. Jemi mësuar që në këtë vend me shkel kushtetutën kush çka don, edhe me kriju mekanizma jo kushtetues kush çka do dhe më mshef në emën të asajna që okay. Për neve është shumë e rëndësishme që mekanizmat të jenë në plotnim me ligjin, të jenë funksional dhe po flasim, pra, po rikthehet në një kohë kur duke munduar të mbyll skandalet që po ndodhin sot, duke munduar të keq interpretoj një mekanizëm i cili s'ka qenë në plotnim me ligjet dhe me kushtetutën. Prandaj është më rëndësishme të jep përgjigje sot çka po ndodh me kryeministrin dhe me këtë qeveri. Faleminderit. Pas shumë replikave, po du me niste tema tjetër, sepse luftimi i krimit nuk mund të bëhet pa polici me integritet dhe agjensit studimit ligjit me integritet. Shpesh kemi folë për vetting gjyqtarëve prokurorëve, po s'kemi po vetting të policëve. U përmend puna integritetit të krimeve ekonomike. Kush do të bën ndryshim në pavarësinë e krimeve ekonomike në policitë Kosovës? Po, me një anë, si do të sigurohet integriteti i policisë edhe vettingu, në anën tjetër si do të përmirësohen edhe kushtet e punës në policinë e Kosovës, sigurimi shëndetësor, do më thonë për dy anët e medaljes. Po flasin ka 2 minuta prej secilës parti, qysh do të veprojmë në integritet edhe në përmirësimin e kushteve të tyre, po nisim prej teje kësaj radhe, PDK, Rashid, plani juaj 2 minuta. Është shumë rëndësi që segmentet caktuara të policisë, sidomos ato që punojnë në shtylljen e hetimeve, të nënshtrohet një vettingu. Gjithmonë kam thënë, sa kam qenë në policinë e Kosovës, kam qenë në favor të saj, e them edhe sot që jam në Partinë Demokratike të Kosovës, dhe do të jetë një qasje proaktive ndaj luftimit gjitha këto dykurive negative dhe involvimit të oficerëve, sidomos të hetuesisë në aktivitete ilegale dhe të paleshme, dhe mendoj që vettingu, sidomos prapo e përsëris, në fushën e hetimeve është i domosdoshëm, mirë po gradualisht pastaj të bëhet edhe për të gjithë. Bëhet një lloj verifikimi të kalurës, po ai është shumë formal dhe nuk është i thelluar, unë mendoj që duhet kjo të shtohet. Sa i përket çështjes së përmirësimit të kushteve, mendoj që do të jetë të siguria njerëzore dhe aty do të jetë prioriteti numër 1 për gjithë pjesëtarët e policisë, e ushtrisë, e AKI-s, po për gjithë, me qenë se është pakuptim që sot flasim në botën në vitin 2026 të flasim për mungesë gjanave elementare, e kënej pushtetin na thotë e kemi buxhetin e rritur. Duhet me rrit buxhetin, po fillimisht për me pas motivacion, për me pas motiv, për me qenë vendi punës atraktiv për kadet e ri, duhet që t'ja përmirësojmë kushtet policit, ushtarit, operatorit të inteligjencës, dhe ai mos mendoj fare për çështjen e buxhetit lidhur me pajisjet, po ai përqendrohet më shumë si të kryej trajnime të avancuara, jo vetëm këto bazë të avancuara. Programi juaj çu përmirëson? Pra, fokus të veçantë në akademinë që është në ushtri për ngritjen e cilësisë trajnimeve dhe sjelljes së ekspertëve ndërkombëtar, sidomos në fushën e integritetit. E kushtet? Pa integritet, kushtet do të ketë ngritje të pagave, do të ketë pagesa të rrezikshmërisë
më mirë se shka qenë më herët, jo që është janë sot, do të ketë pagesat gjitha kujdestarive që bën policia e Kosovës, do të ketë trajtim të veçantë për gjitha nevojat edhe sigurimin shëndetësor, edhe sigurimin jetësor, pa këto dhe s'mund të ekzistojë policia më boll që është 26 vjet dhe mendoj që është e papranueshme t'i lëm herojt tanë me uniformë edhe ushtrinë edhe policinë në gjendje të tillë. Jo veç ashtu, po edhe me punë dyta. Shumë polic po ka nevojë me marr punë dyta. Prandaj dojmë fol edhe për rroga, por edhe për integritet. Arban, koha jote, Artan. Po, ndër të tjera, sa i përket çështjes së integritetit, pash është një definicion abstrakt, me të vërtetë shumë probleme edhe me definu. Mirë, po gjithsesi tashmë Kosova ka mekanizmin që e bën në një farë mënyrë mbikëqyrjen e policisë tonë që është inspektoriati, besa në rastet të caktuara mendoj që është edhe i vrasht në kuptimin që aplikon rregulla ndonjëherë standarde shumë të ashpra se sa që duhet, sepse ishte policë me mendu dyert se çka duhet me bëu, domethënë është ana e mirë e kësaj sepse mbani disiplinë në brendshme brenda mekanizmit të sigurisë, mirë po mendoj që pak duhet jetë më objektiv kur vjen puna. Sa i përket përmirësimit të kushteve, shumë e rëndësishme çka kemi vërejt për mu rregulluar çështja e pensionimit të parakohshëm. Kjo është një problem policie e cila me të vërtetë po zvarritet nga koha në kohë, fillimisht prej moshës 63 vjeçare, pastaj duhet të ulet kjo mosha deri në moshën 55 vjeç. Puna është shumë e rrezikshme, jo çdo kush mundet me përballu atë stres, natyrisht që kjo çështje duhet më rregullu sa më shpejt. Po ashtu shumë të rëndësishme. Po premtoni me kry kur çto? Me një herë kjo duhet me nis, me një herë. Do të thotë shiko, me nis me kry kur? Ideja është me nis, pastaj Jo, sa ideja me nisë, se kena nisë që sa dhe sigurimin shëndetësor për policisë, se kena kryet. Sigurimi shëndetësor duhet kryet për gjithë qytetarët, edhe kjo është një për zotimeve tona, përmirësimi i sistemit gradave, tjetër çka kemi si asim. Tashmë ka vite që policinë Kosovës ekziston një motiv jo i madh, ku vjen puna tek gradat për shkak se nuk ka njerëzit edhe ndonjë kështu motiv për me punu, jo gjithçka po bëhet mbi bazën e vlerësimit meritave dhe kjo çështje duhet më rregullu e na kemi pas plan këtë punë me nis prej 26 qershorit të këtij viti edhe unë uroj që nuk do të kemi më pengesat natyrës politike për me nis punën, por se kjo çështje menjëherë do të rregullohet edhe normalisht kjo pjesa mbështetjes për policinë, pajisje, shkollim, armatim që e kemi si prioritet, marr parasysh që krimi po evoluon bashkë me të duhet të ngritën edhe kapacitetet profesionale për më u përballë, e krejt kjo ndikon edhe në çështjen e integritetit të polisit, edhe në çështjen e aftësive profesionale të tij. Ardan. Jeta pushteti është provë karakteri, thuaç në farë mënyrë, ose ti zbulon dobësitë ose ti forcon parimet. Pra fatkeqësisht ne kemi ardhur në këtë gjendje për shkak të kritikës qeverisës që ka ndodhur deri sot, edhe po vazhdon. Edhe të vetëvendosjes, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe alianca kur ka qenë. Përderisa kjo është skanimi për cilën ne këtu si qytetarë e dim, atëherë pa integritet politik nuk ka as integritet policor. Le ta harran secili. Por politika duhet me tregu ndershmëri, sundim të ligjit, përgjegjësi, kujdes në fjalën e dhënë, kujdes në premtime, në realizimin e premtimeve, 2021-ën, unë kam qenë ai që kam shtyr në lëvizjen vetëvendosje, ligjin për pensionim parakohshëm ka qenë premtim. Unë kam rajt shokë miq, edhe alo po vazhdojmë këtë fazë pra. Do të thonë pa integritet politik nuk kemi pas asnjëherë integritet të institucioneve tjera. Po policia ka nevojë për shumë ndihmë, ka nevojë për buxhet shtesë, ka nevojë që policia, jo shini policia jonë janë pa kapela në rrugë që është shkelje standardeve të punës. Policia jonë nuk u furnizu që 6 vite me uniforma. Policisë tonë i mungojnë shumë institucione kredibile. Ne kemi shumë njësi edhe Rashite, den si komandanti i policisë, ne kemi për shembull njësi të elitare të ndërhyrje shpejt, por nuk e kemi unë që po mënoj me shtyr përpara departamentin për negociata me penzë, nuk e kemi. E kemi agjencinë e forenzikës, kodrit Ministrisë Punëve të Brendshme, por nuk e kemi departamentin e spërkatjeve gjaku, që është shumë me rëndësi me bë. Edhe normalisht janë elemente për cilat politika duhet me shtyr përpara, për cilat policia pa këto segmente nuk mundet me ecë përpara. Edhe në shkencat e kriminalistikës, edhe në policinë në siguri është një fjalë shumë domethënëse. Thotë kur gjë nuk është shteti me pas kriminalitetin e zhvilluar. E keqja më e madhe për shtetin është kur kriminalët e kanë shtetin e tyre në dorë. Visar? E kisha nis nga kjo që integriteti nuk është term abstrakt, thjesht është ndershmëria dhe zbatimi i detyrave që çysh duhet. Fatkeqësisht që mekanizmat në përgjithësi, jo vetëm polici,
por në çdo mekanizëm tjetër shtetëror, integriteti është pothuajse shumë i ulët, prandaj është më rëndësi që integriteti të ketë një sistem të integritetit i cili është i zbatueshëm, i cili është më u tregu edhe policit se çka është integriteti për to dhe duke ju avancuar trajnime dhe ofruar trajnime. Nuk mjafton vetëm kryerja e obligimit të trajnimit dhe dalja me uniformë në rrugë. Por polici duhet të trajnohet nga sjellja e parë me qytetarin, pra komunikimi i parë me qytetarin që e ka, e deri te hetimet më të mëdha të mundshme. Dhe po ashtu integriteti ja përcakton edhe punën e dytë, se cilën mundet me kry polici. Nuk mundet me kry një punë e cila mund të jetë ndesh me punën që e bën përditshme, ose edhe rrethi familjar dhe gjithçka tjetër. Prandaj nuk mjafton vetëm një verifikim i thjeshtë për policinë, por duhet në vazhdimsi të kemi program mbikëqyrës, të kemi avancim të mekanizmave mbikëqyrës dhe forcim të tyre, sepse ekzistojnë por nuk janë të mjaftueshëm, dhe trajnime të avancuara në fushën e integritetit, ndershmërisë dhe çka është mbi gjitha, polici duhet me qenë me dignitet. Duhet me qenë me dignitet kur thotë unë jam polici i Kosovës, mos me thonë me gjysmë fjale për shkak që i mungon sigurimi shëndetësor, besa përballet edhe me një pagë kogja tult që e vështirëson shumë, edhe pastaj ekspozimi nga rreziku për të kriminalizuar ose për të ndikuar që ai të shkel integritetin ose të bëjë një punë jo shumë adekuate që e ka, është më i lehtë kur e lëm na policin të ekspozuar, pra fillimisht pa sigurim shëndetësor dhe me paga minimale që pastaj lehtësisht policia e vendit mundet me qenë ekspozuar ndaj kriminalitetit. Jo rastisht vendet e kanë investimet kryesore në këto shtyllat kryesore, siç është paga dhe siç është sigurimi shëndetësor. Polici hamendet shumë, a mu ballafaqu me kriminalin, apo jo, sepse ku e lëm familjen. Faleminderit, Rashid ke kërku fjalën janë, mandej Arman, veç pak. Kolegu Abrashi e përmendi ligjin për pensionim të parakoshëm, cilën PDK-ja e ka sjellë në Kuvendin e Kosovës në legislaturën e 8, e në cilën kolegu Abrashi ka votuar kundër. Të gjithë kolegët ka lëvizja vendosje. Pra unë dhe Ganja kemi qenë sponsorizues, pastaj kemi punë në Parlamentin e Kosovës dhe është votuar kundër. Dhe sistemi i gradave është në fazën e korrupsionit shtetëror, në kohën e zgjedhjeve të populizmit, kemi pas gradimin pra në vitin 2024 të dështuar ku 2000 njerëz ju kanë ardhur me nënshtu testit për gradën e rështerit dhe për shkak se është kompromitu, ka dalë testi pe ministrisë, të zyra drejtorit, të gjithkon dhe asnjë njeri deri më sot nuk ka dhënë përgjegjësi. Paramendoni 2000 njerëz. Policie, nona që kanë sakrifikuar nga koha e tyre me fëmijëve, me mësu për u përgatit, dhe kërkosh nuk ka dështuar dhe kërkosh ka dhënë llogari. Qare ka qenë edhe deputet dhe ka bërë punë të mirë sa i përket vlerësimi jam të çështja sigurisë mirë, po kur një deputet i opozitës e dim që është një rregull kjo punë, e shtyn përpara një projekt ligj ose e bën ndonjë amandament, pa konsultim dhe pa u koordinuar me qeverinë e Republikës Kosovës, shkakton situata të komplikime të cilat vjen deri në pikpyetjet e zbatueshmëria. Dhe kjo ka arsyeja në cilën ne kemi kërkuar që kjo të gjë të bëhet në koordinim plot me Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjë që fatkeqësisht nuk ka ekzistuar ky koordinim, përkundrazi këto betejat apo përplasjet politike, qoftë komisione kanë bërë vetveten. Kurse sa i përket çështjes, se tash shikoj. E adreson për pak ta jap fjalën apet, lidhur me ligjin. Opozita në parlament përfaqëson pjesën e popullatës që nuk ndihet e përfaqësuar nga pushteti. Dhe ne kemi pas shumë kontakte me sindikatën e policisë dhe me policë, me EPRO-re, me gjithë që kanë kërkuar një zëri që kjo të shtyhet në Parlamentin e Kosovës. Dhe mos harrojmë, i nderuar, se ju përfaqësoni 51% të votuesve të Kosovës, jo të popullit të Kosovës. Dhe ne kemi bërë asgjë më shumë, e kemi adresuar një breng të madhe edhe të policëve të policëve, edhe të pjesës tjetër të popullatës që kërkojnë që policët tonë që janë në moshë e kryejnë një punë të mrekullueshme, po që mosha e dërmon secilin të shkojnë në pension të parakoshëm, mirë po është refuzuar nga ajo me arsyetime për mua këtë parësyeshme dhe banale. Po ta bërsh një përgjigje rreth çështjes së integritetit, i nderuar, unë pajtohem që policisë Kosovës ndonjëherë mund t'i mungojë ndonjë kapele, siç ta Dardani, mund t'i mungojë ndonjë çizme ose ndonjë pajisje eventuale, mirë po policisë Kosovës nuk i mungon integriteti. Unë mendoj që është një prej institucioneve që ka vlerësim më të lartë për qytetarët e Kosovës. Mund të kemi vërejtje, unë vetë kam pas vërejtje ndonjëherë si aktivist politik në ballafaqur me situata ku ka pas tejkalim të forcës, ka pas raste kur është instrumentalizuar policia në krimet ekonomike, a ki problem me krimet ekonomike? Natyrisht duhet mu rrit kapacitetet aty. Krimet ekonomike duhet mu rrit kapacitetet profesionale, sepse këto janë në mangësime vetvetes, edhe shumë herë është diskutuar për këtë punë, shumë herë këto tema janë hap, krejt çka duhet të bëjmë është që të fokusohemi në çështje. Okej, 30 sekonda, po duhet ti më adresu problemin që e ngriti edhe Rashiti, po për
Përgjatë viteve është folën, krime ekonomike, shkojnë me hetu, ja u punësojnë, që aty ku shkojnë me hetu, që e organ ja u punësojnë dikon në punë. Nalo, po është një gjatë që u përmen, e po thu që është veç munges kapaciteti. Jo, që ata që janë të punësum, është problem, kush është i punësum. Qush adresohet që kjo, që është ndodhë me vite, jo veç në kohët jujen. Jo veç në kohët jujen. Rashit në kotone. Edhe në kotone ja ka njësë aty me mësu, miu, adhe në rrugën. E den mirë se kena diskutuar. Mirë, ka vazhdu, nuk jem pastru as kotone. Qoni tash. Dy aferat më të mëdha me keqare për thamë edhe gjunlet, në falë jeta, pse mora fjallën është prënt edhe zdrava. Qysh kanë punësu njerës. Edhe të integriteti jeta më lenë me ngritë shumë një qeshe me rëndësi. Unë jam që se cili institucion me respektu sundimin e ligjit. Sët po hym vitin e 5. Ju e keni përcjell edhe më besoj që keni informata edhe më të mëdha, mirë për në kam disa informata me se që ka ndodhë që në mënyrë aq brutale, aq gërditshme institucionet tona, sidomos inspektorati policor ka arrestu polic në pikat të kufitare në Vërmicë dhe në Gjakove. Dhe së dimi në 5 vite po hym, edhe alo në ka duke përdor inspektorati policor dhe mosat e mshefta, dhe me thotë të përdor të gjithë mekanizmat, nuk ka arrit ende me bo një kallëzim penal. Me po uniformën e policisë në atë mënyrë është shumë e turpshme. Visar? Jo, veç nuk deshta me keq përdorë, për shkak që integritet ka dhe integritetin varet shumë për individi. Përveç edhe mekanizmat mbyqërës. Prandaj policia e Kosovës është e vërtet që ka policë me ndëshmëri, por ka dhe asi policë që taman e shkelin integritetin që është pra, shkone me hetu rastin dhe del duke punësuar familjar, ne pikrisht me personin, ndaj personit që ti është dasht me hetu, pra ta punëson dikan dhe ti lidh kam një farë mënyrë se që është me shku tutje. Prandaj integriteti, kjo është fryma integritetit që duhet. Dhe në këtë kuptim duhet pra ti ose punon gjatë ditës policë dhe gjatë natës mund shkon të bëhet truproj i dikujna që në basë nuk merret me punën më të mirë. Po du me sfidu, pa jemi ne ata, pa dorë që unë të jemi të ri në garë. A jeti ti nesër nëse bësh deputet e sfidon qeverinë e LDK-s në kësi situata. Ne këtë problem po e kemi si shoqëni. Kur qeverijet prej partive tona për marrin po shtetin e po heshtin. Kjo nuk është integritet. Kësoj shoqënie kjo i mungon. Pra, kur ti e deputet i partisë tone, edhe s'ka rëndësi është qeveria, jo të ngrit zonin ndaj padrejtësisë, ndaj këtyre skandaleve. Kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Ne duhet me kon shembull i këtij shqetësimi të madh, pavarësisht kush është kryeministri, me kon zonë i problemit. Koha? Po, pikrisht se unë jam politik, pse jam politik është me ndihmu që të procesin e integritetit. Për mu, aspekti nacional e ka lënë për tej politikës. Dhe në këtë kuptim, nëse unë nuk arri me qenë shembull e një deputeti të ri dhe një garuesi të ri madje edhe vendimin kur e kum bë për politik, ka qenë si qëllim jo me kalkulu për veti, por me u sfidu me punën tem dhe me dhënë një shembull të mirë se çka mundu me bë tutje. Unë edhe punën kur e kam kryer të kaluarën, kudo në institucione kam punuar shumë që mu avancu pjesa e integritetit, sepse nuk është në rëndësi, edhe këtu ku jemi, nëse s'kemi integritet, është dështim. Integriteti është parim. Në që temë nuk do më përplas në afare, po ne do të krijojmë një strategji afatgjate, se si ta kemi një polici më të mirë. Dhe të krijojmë mekanizma, qeverit kanë mundru, ministrat kanë mundru, shkon një, vjen një, është këtë normale. Po ne do të krijojmë mekanizma që policia e Kosovës tjetë në integritetin sa më të madh mund shumë, më qenë se ata janë pjesëtarët në uniformën e shenjtë policisë Kosovës dhe ata nuk janë me parti, janë policët Kosovës. Ne do të krijojmë kushte që ata të kenë punin më shumë, ne duhet të krijojmë mekanizma që t'i ndihmojmë, se procesi i mekanizmat të integritetit i ndihmon policisë, nuk i sankcionon. Inspektorati policor i Kosovës e ka detyrën e vet, i ndihmon policisë Kosovës me inspektime. Shumë herë kur kam qenë drejtar, ku marr raporte të inspektoratit policor mbi fushat caktuar në mana që mund kanë ndihmuar me përmirësuar vërtetën. Nuk do të më marr si kritik. Se ne kemi informacionin që dikush nga policia, sektori i hetimit të krimeve financiare, nuk e ka kry detyrën e tij konform përgjegjësive dhe konform ligjit, për shkak se është punësu në një afërm i vet në diku, atëherë ky informacion duhet brëmërisht mu denoncu diku. Duhet mu përmend ky rast. Me vetë faktin që po kemi informat, i bën që kjo çështje duhet mu trajtu edhe nuk po mu ka kjo po mu bë bashkë me shef në Kosovë. Ta kemi parasysh. Por unë mendoj që nëse për ne kemi hallin e për me rrit efikasitetin e kësaj njësie, duhet me nis ka pak me vepru. Ti e përmend inspektoriatin e nderuar, i keni kontaktet, ju lutem shkoqeni në inspektoriat. Jam shumë i sigurt që pa
humb asnjë sekond, ata do të ndërmarrin veprime në këtë drejtim. Se unë vetë kam vërejtje sa i përket kësaj. Nuk jem të kuptu, nuk është qëllimi. Ka plot zyrtar për shembull në nivele lokale që enden të lirë për shkak se nuk ndërmerren masa këtë vëmendje është përqendruar në tema qendrore. Do të shkojmë më tutje. Të gjithë deputetët që janë Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje duhet me pas vettingun. Ministri i Brendshëm, Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Drejtësisë duhet me pas vettingun. Deputetët në Komisionin për Legjislacion duhet me pas vettingun. Pastaj na mund të flasim për policë për tjerë. Ne që përfaqësojmë subjekte politike në Komision për Siguri, dim që kemi qasje në edhe ata që janë në Komisionin për Inteligjencë do të me pas vettingun. Ne kemi qasje në informacion të besueshëm, të klasifikueshëm. Dhe s'kemi kurfar të kalume, vërtetimit të kalume, s'kurfar vettingu, dhe mendoj që unë kam nis që për premtim publik që deputetët në këto dikastere të kalojnë në proces të vettingut. Deputetët që zgjidhet për popullit, po thu që ka nevojë edhe vettinga? Unë e mendoj që po. Janë subjekt, po folin vetëm çdo fusha. Na vjen komandanti i FSK-s, raporton për gjërat të cilat kujna. Okej. Po du me e nis temën 2 minuta, një temë e cila metët gjithë jetime, e i takon Ministrisë së Punëve të Brendshme, po jo me domos lidhet me krimin organizuar, po kur nuk po zgjidhet qeveri pas qeveri. Agjencia e Emergjencave është njëri për institucione më të prapambetur në vendin ton, e hulumtimet kallëzojnë që Kosova i ka edhe është predispozit për emergjenca, po ka kapacitete shumë minimale për siguri ndaj zjarrit, ndaj vërshimeve, edhe katastrofave tjera. Objektet e zjarfiksave janë të vjetra, qasja në objekte të Kosovës publike për shumë për këtyne pajisjeve është jo funksionale, zjarfiksat janë në moshë shumë të shtyme dhe ma të shtyme se policët, cilët janë planet për reformimin shumë serios që duhet me ju bo agjencisë e emergjencave që përgjësia herë gjuhet në për komuna, herë në MPB, po kërkush kur ndodh emergjenca nuk është interesum me e marë përgjësin serioze me u ballafaqu me to. Për që atep kësejre po nisim prej ty, Visar, sepse ke qeni fundit, herën kalume, ka 2 minuta zgjedhjen e problemit emergjencave. Emergjencat ka nevoj duke filluar nga infrastruktura e deri te personeli. Prandaj është shumë e rëndësishme me pas infrastrukturë bashkëkohore. Nuk është e mundshme qysh të emergjencat nuk mundet me pas një sistem të komunikimit të unifikues ku nuk korrespondojnë policia ndoshta me zjarfikset ose me ndihmën e shpejt ose me gjitha ata mekanizmat që duhet me qenë koordinuar nuk e kanë një sistem të komunikimit të përbashkët. Nuk ka investim në aspekt bashkëkohor, pra sot nëse ndodh një fatkeqësi, qoftë natyrore, qoftë katastrofë natyrore, pra nuk ka as mekanizma, as paralajmërues, as ndihmues. E le më shumë që personat që janë kyç në këtë fushë nuk e kanë sigurimin shëndetësor, që është një prej pikave. Me juve në ballavaquohen me paga. E para thash që duhet shumë të personelit të investojmë, duke nis nga sigurimi shëndetësor, përmirësim të pagave dhe jo lujtje ping-pong se kush ku i takon cilit institucion, po qartësi ligjore se këtu duhet kemi përgjegjësi dhe këtu është kupolla koordinuese që duhet më ndodh. E kemi pa që vëmendje kanë agjencitë. Kjo agjenci vetëm kur ka ndikime politike, pra kryesisht me bë kryeshefi, me ndru kryeshefin edhe me qit një kryeshef partijak ose me largu dikan që nuk i pëlqen ministrit ose kryeministrit. Pra këto aspektet politike duhet të largohen, duhet ketë investime strategjike dhe bashkëkohore që janë të kohës, duhet ketë pra direkt përmirësim të jetës të atyre punëtorëve që kanë aty, duke filluar nga paga dhe kushtet dhe ne kemi pa ndodhe një djegje një ndërtesë të lartë në Prishtinë, nuk ishte pajisje përmendikuar. Neve fatmirësisht që na mbron shumë fati, por që kemi mekanizma që na siguron një jetë, unë e respektoj shumë vullnetin dhe dëshirën dhe heroizmin e gjithë atyre që merren me këto aspekte, por ata nuk është mjaftueshëm vetëm të kanë vullnetin, por duhet i kanë edhe pajisjet. Po t'i kishim pajisjet, do të kishim shumë më të avancuar këtë aspekt. Aspekti pra do të menis pothuajse nga zero. Koha. Dardan, koha jote. Po një ndër agjencitë që është kodër Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Emergjencave, unë kam shumë kolegë dhe shokë që takohemi çdo ditë edhe siç u tha këtu infrastruktura është tepër e vjetruar, edhe makineria, logjistika që kanë është temase e vjetruar. Rastisht dje më taku me një gërbeqar tonin i cili tha ju kam trukit komunave nder, i kam trukit edhe kësaj qeverie,
i kam mbi 200 palë uniforma të dorës së fundit për veprime ndaj zjarrit dhe askush nuk për ma hap derën me i prun këtu. Pra, unë vetë kam po jeta pa dash me lëshu në këtë gjuhën e politikanëve, kam qenë vetë në Finland edhe me pak vullnet institucional. Përderisa dhe ambasadat i kemi shëndruar në zyra administrative, jo në shërbimet të cilat identifikojnë çdo problem, edhe që ka komuniteti, po çka mundet me ndihmu komuniteti. Ka shumë makineri të cilat janë shumë të përdorshme për cilat muj me përdor. Këtu veç duhet vullnet dhe komunikim, pa vullnetin më të madh edhe zërin më të fuqishëm duhet me dhonë vetë drejtori i agjencies. Pra, unë kam përcjell në intervistat e fundit, ai vazhdon me u lavdru me kapacitetet që ka. Ky është problemi i madh te na, se ne nuk lëngojmë nga kjo për me dash me kriju shtetit. E me juve në pushtet, çka ndron? Unë, me thanë shumë i sinqert, politikës nuk i besaj. Unë çka bëj, me konë zonë edhe asoj gruës 7 zonë, e cila ka problem QKK, edhe ati qytetari që shkën me ushëru e hanë qeni, dhe me thonë, po unë çka du me bash, me konë që ky modeli një politikani që ngrit zonin pa e kujvokë ndaj si cilit problem. Kjo i mungon institucionëve tona. Të edhe po ta pyetsh komandantin e policisë të Kosovës, ai the gjitha kushtet janë të mira. Pa absolutisht policia s'ka kur gjë. Ne kemi deshtu me vendos radar statik. A di sa i ndihmon policisë Kosovës? Edhe nuk kërkon shumë shpenzim. Koha, faleminderit, Rashid. Nëse ekziston një agjencion edhe shërbime që janë diskriminuar në këtë vend, janë pjesëtarët e AME-s, janë zjarfiksat, që janë njerëzit për mu heroj tonë, të cilën kryen punë në kushte mizore dhe jo vetëm tani, po prej fillimit, me qenë se shumica pajisjeve që kanë janë donacione, janë të vjetruara, po nuk janë trajtuara mas pari si duhet me ligj. Dhe Partia Demokratike e Kosovës do t'i trajtojë si duhet me ligj. Nuk e di zjarfiksi, a jep llogari kryetarit komunës, a jep ministrin e brendshëm. Dhe kjo është e pakuptim. E di që komunat kanë nevojë dhe duhet me bos një far kontroll dhe bashkëpunimi me zjarfiksat, por nëse ja lën komunave, atëherë ata nuk mundin me pas pajisje të standardizuara. Pse nuk Jam në debat, lutem. Unë mendoj që mendimi im personal është që ata duhet të trajtohen nga niveli qendror, duhet të pas pajisjet e njëjta, kushtet e njëjta, kamionet e njëjtë. Zjarfiksit ton janë të vjetër mosh, nuk janë të trajnuar për infrastrukturë të lartë, me qenë se kur janë përpara Kosovës ka pas ndërtesa, trajnimet i kanë pas bazike, për pajisjes po foli fare. AME-ja s'ka kur far kapaciteti. I ka disa zyre, i kryen të punë administrative, po s'ka asnjë kapacitet jashtë. Sa flasim ose mendojmë për ndonjë katastrofë natyrore, gjithmonë mendojmë në ushtrinë, në policinë, në zjarfiksa, komunat me gjetën kompani private me kontratu do bagera, po nuk kemi strukturim. Mas po ne du me kriju një sistem. Për këtë qëllim, ne planifikojmë sektorin e sigurisë me kriju edhe gardën kombëtare, e cila do të jetë në far koordinimin mes të agjencioneve civile dhe ushtarake, sa herë që kemi nevojë për katastrofa natyrore, po normalisht nëse vije puna edhe për rrezikim të vendit nga jashtë. Faleminderit, Artan. Një prej problemeve që kemi vrejt na në këtë sektor, është edhe ajo që u theksu pak më lartë, por që kam betë si trashëgim fatkeqësisht. Vënse diku kur duhet me qenë centralizume, është decentralizume, diku kur është e kundërta. Në drejtoritë komunale ekzistojnë këto sektorët e sigurisë dhe emergjencave, mirë po kërkush nuk e din se çfarë funksioni kanë, për shkak se zjarfikset AME-jët nuk japin llogari komunave, shkojnë vetëm një raport të dorëzojnë në këshillat për sigurinë në bashkësi, dalin para konferencave, bëjnë një përmbledhje të punëve që janë kry, edhe këtu mbaron puna. Mendojmë që duhet një decentralizim. Duhet shtohet numri zjarfikse. Ka mungesë të numrit të zjarfikse. Duhet të rriten pastaj edhe investimi në pajisje. Ne e patëm rastin vjet të Përvallës. U ballafaqum me një situatë tepër emergjente. Dhe në fund përfundum duke i lutur KFOR-in aman çat helikopter bjerë se shkoja i vend krejt. Më thonë, fatkeqësisht këto kufizime që janë përdorimi të mjeteve aerore, që janë shumë të nevojshme në Kosovë, i kemi jo për fajin tonë, mirë po duhet me ndërmarrë diçka në këtë drejtim. Vjetë është me çka keni me bërë? Padyshim që ne do ta veç se jam e informuar që Ministria e Punëve të Brendshme ka nisë procedurat për blerjen e helikopterëve. Edhe natyrisht që një prej përdorimi kryesor. AME-ja çysh ndreqet AME-ja? AME-ja duhet më ndreq fillimisht me infrastrukturë ligjore, e para punës dhe e dyta me rritjen e buxhetit, edhe blerjen e pajisjeve të cilat
duhet të depërtojnë në zona që nuk mundën me depërtu. Djegja maleve është një prej, si me thonë, rasteve konkrete ku e shohim se çfarë vështirësi ballafaqojnë këto agjencione dhe duhet thjesht ta ndjekim këtë manuale dhe t'ja plotësojmë nevojat e tyre. Replik? Realisht e dëgjum këtë një realitet se qysh është, por fatkeqësisht e dëgjum nga përfaqësuesi nga pushteti dhe jo nga opozita. Pra çka është ndërmarrë, ne po i dimë që ka probleme ligjore, ka paqartësi se çysh funksionon dhe standardizim se çysh bëhet organizimi. Por nuk ka veprime. Po përmendëm pra nisja procedurave për blerje helikopterëve. Më kujtohet në 2008 si gazetare pa ta bë mballin, qysh në atë kohë ka mendu Ministria e Brendshme dhe qeveria me ble helikopter, edhe sot nuk kemi ende helikopter. Pra këto nisja procedurave, këto anë veç janë aspekt kozmetik, por duhet ballafaqohemi. Gati 60 pushtet dhe zero veprim. Koha, Dardan? Po në mendoj kështu, ne më shumë po amnistojmë dhe po hupëm kuptimin pse ekziston shteti, pse ekziston qeveria, se sa me dhonë zgjedhje konkrete. Ajo çka ne mujmë me bësh me ngrit kësi shqetësime. Po në nuk pres jeta, pse nuk pres? Po ti them dy raste si shpejt. Në përmbytjet e Malishevit që ndodhen para disa muaj, ku kjo qeveria nuk i ka pagu damet për shkak përmbytjeve, zonja presidente pa mosat sigurie su fut në një zonë të rrezikshme. E kemi po kryeministin Kurti duke vizitu ndërtesa pa elementet e sigurisë punë. Pra kryeministri i vendit tam shkon pa helmet në punishte. Koha, Rashid, pastaj Arban. Po du me repliku për çështjen e blerjes helikopterave që pajtone është e nevojshme do të qësësi, po do të mi pos do pilota me gra, e do të me pos një pjesë ku ata bëhen të remonti, e që unë kam qenë në Gjermani me kërku për para shkollimin e pilotëve të policinë e Kosovës, mi ka pasur falas 20. Po më thabi s'tregom. A ki mekanik të cilët bëjnë servisimin e helikopterëve. Këto tha asnjë s'u ta shkolloj. Por pilota atë 20 bëmi kurdush falas ki, po pa e pos bazën, pa e pos temelin e shtëpisë. Është problem në me fol për blerjen e helikopterëve, edhe pse mund edhe të kontraktohen shërbimet e remontit, po është problem çështja e blerjes helikopterëve pa e pas personel njerëzor të trajnuar për lutem. Veç për 30 sekonda kena ku, urnartë. E thatë edhe jo, është një shërbim që mund të kontraktohet, po çka duhet nisimi ne është që kjo nevojë urgjentisht duhet me u plotësu, pra urgjentisht ne duhet me rregullu këtë punë. Mos presim me na ndodhë një katastrofë na mos thirr që jo s'kemi remont. Pra, unë pajtohem me këto që tha zotëri, mirë po pa pas kritik, edhe vetë kritik na nuk mundna me shty përpara. Andaj unë nuk e shoh gjatë keqe nëse edhe unë konstatoj probleme brenda sistemit se fund të fundit janë shumë çështje të trashëguara. Është një infrastrukturë ligjore që është bërë shumë para se me ardhë na, ndoshta edhe para se me ekzistu vendosë si subjekt politik, edhe prandaj pa diskutuar çështje që na nuk mujmë i bëjë dhe zgjidhje problemeve që i kemi. Kemi bërë një inqizim të situatës nga Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje të gjithë deputetëve dhe kemi bërë një raport një zëri pa asnjë dallim vitin 2022. Dhe i kemi çuar rekomandimet Ministrinë e Brendshme, asnjë lëvizje kurr, Belimodheç ka qenë me Fael Baqinovsi, edhe për infrastrukturë kritike, për gjitha ende asnjë lëvizje nuk është bërë. Kush do të çështë qeveri, jo vetëm juve. Kush do të çështë qeveri e nuk bën kur gjë, është çështja më elementare që duhet me u marr fatkeqësinë ka më na ndodh, nuk e dim kur, dhe ne do si shtet me qenë përgatitur sa s'kem kohë masanej as PDK-ja as vetvendosja as LDK-ja si parti me reagu, po do si shtet. Po më duket që s'ka nevojë për replikën që to, pajtohemi edhe kaq kemi kohë për temën e luftimit të krimit të organizuar dhe menaxhimin e emergjencave. Ne jemi çdo natë këtu në RTV Dugaxhen dhe kallzo.com prej 7 deri në 8 deri në fund zgjedhjeve. Po ju porosis keni kujdes nga lajmet e rreme të prodhume edhe nga inteligjenca artificiale të cilat kohëve të fundit kanë linë si këpurdhat pas shiut, andaj bëni kujdes dhe informoni vetëm në platforma të sigurta. Vazhdoni me na shkruan kallzo.com, deri atëherë natën e mirë.